Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se keni ardhur. Është një gëzim të mbledhemi së bashku, lavdi Zotit. Tani do të kemi kohë me fjalën e Perëndis. Është e mrekullueshme ku ne adhurojmë Zotin ton. Edhe ajo që do të ndaj me ju sot është identifikimi i duhur. Edhe mendoj që është mjaft ndërtuese për ne, sepse Perëndia na ka dhënë Biblën, edhe qëllimi i Biblës është që njeriu Perëndis të jetë i përkryer, i përcotur, domethënë i pajisur me çdo vepër të mirë. Sepse shkrimi u dha pikërisht për këtë, për mësim, bindje, ndreshje dhe edukim me drejtësi. Kto janë gjëra të rëndësishme në fjalën e Perëndis, prandaj kur Perëndia na udhëzon ne që të hyjmë në fjalën e Perëndis, ai ka si qëllim për ne ndërtimin ton, sepse ai dëshiron që ne të rritemi në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit. Edhe në qoftë se kuptojmë si punon Perëndia, atë me të vërtetë ne presim nga Perëndia që ai të bëjë gjëra të mëdha në mesin ton, derisa boria të bjerë, derisa ai të vi. Edhe në këtë kuptim, kur ne duam me të vërtetë, ose kur Perëndia dëshiron që të na zbulojë veten e tij, se si është ai, atëherë ai e bën nga Bibla. Por gjithashtu kur Perëndia dëshiron që të na zbulojë neve çfarë kemi nevojë të shohim në mënyrën siç duhet ta shohim, është me anë të shkrimeve. Jakobi thotë që shkrimet janë pasqyrë. Edhe ashtu si pasqyra fizike që na ekzaminon ku kemi nevojë për të rregulluar ndonjë gjë, ka një pasqyrë frymërore që na ekzaminon jetën tonë frymërore. Edhe duke patur këto gjëra në mendje, unë besoj që ka diçka për secilin prej nesh Perëndia sot. Edhe jam i bindur për këtë dhe do të flasim për 3 grupe njerëzish që gjenden mbi tokë dhe veçanërisht në kishën e Perëndis. Edhe secili nga ne mund të gjendet në njërin prej këtyre. Edhe në qoftë se nuk është vetëm thjesht ku të pendos veten time, por ndërkohë që shifem në pasqyrë, Perëndia ka diçka me secilin prej nesh, në mënyrë që të na udhëzojë edhe të na çojë drejt asaj që ai e quan në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit. Atëherë janë 3 tipe njerëzish, edhe që identifikohen edhe mund të shohim së bashku tek Paraqorindat 2, edhe gjithashtu edhe tek Paraqorindat 3, do të shohim disa vargje. Po njerëzit e parë që do të shohim janë njerëzit natyror. Njerëzit natyror ose njerëzit e pashpëtuar. Kështu është Bibla i quan njeriu e parë i lindur, njeriu e parë i gjeneruar, një njeri natyror, edhe pavarësisht në qoftë se është hebre apo është jo hebre, ai është një njeri i pashpëtuar. Edhe Bibla thotë e Paraqorintat 2:14 dhe njeriu natyror, pra njeriu i pashpëtuar, nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë sepse ato gjykohen frymërisht. Është një diagram që dikush e ka bërë atë duke prezantuar këtë në formë si mund të duket njeriu natyror, edhe është një karrike që përfaqëson fronin e jetës sonë, edhe në atë karrike është vendosur egoja ose vetvetja, edhe sigurisht Jezu Krishti është jashtë. Ky është njeriu i pashpëtuar. Njeriu i pashpëtuar nuk ka marrëdhënie me Perëndin. Edhe ka lënë Jezu Krishtin jashtë dhe vetja e tij drejton jetën e tij. Kjo është ajo që është karakteristika e njerëzve natyror ose njerëzve të pashpëtuar. Po vjen re një gjë, ai nuk i kap. Edhe pse mund të jetë intelektual, edhe pse mund të jetë shumë i zgjuar, edhe pse mund të jetë shumë i urtë, nuk i kap dot gjërat që janë të fjalës së Perëndis. Nuk i kap gjërat që janë të frymës së shenjtë, për atë janë marrëzi. Nëse ai do vi këtu edhe do të dëgjojë fjalën e Perëndis, çfarë fjala e Perëndis thotë, do thotë që këto janë gjëra të çmendura. Edhe patjetër që nuk mund të kuptoj dot këto gjëra, janë marrëzi, është marrëzi kur ju ndani ungjillin me të tjerët, është marrëzi kur ju vini besnik në kishë, është marrëzi kur ju kaloni kohë me njëri tjetrin, nuk mund ta kuptoj. I mat kur ishte i pashpëtuar më tha, çfarë janë këto shoqëri që e quhen kaq të lidhur? Vetëm miqt, vetëm ata që janë prej gjaku, janë ata që do t'i duan fort. Por shoqëria ka një kufi. Edhe sigurisht ai nuk mund të kuptonte dot që ne jemi familja e Perëndis. Ne jemi një familje. Sepse sytë e tij nuk ishin të hapur, derisa kur u hapën sytë u shpëtua. Por ajo që dua të kuptoni është që natyra e njeriu të pashpëtuar është një natyrë e shkëputur nga Perëndia. Dhe kur Pali u shkruan Efesianëve, ai u tregon natyre si kishin qenë para shpëtimit, kështu ishte jeta jon para shpëtimit. Edhe thotë tek Efesianët 2 vargu 2 dhe 3, në të cilat keni ecur dikur sipas ecjes së kësaj bote, sipas prisit të pushtetit të errët, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes. Kjo ishte jeta e Efesianëve para shpëtimit. Ndërmjet të cilëve edhe ne dikur jetuam në lakmin e mishit ton, duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes dhe ishim prej natyre. Pra natyra e gjendjes son para shpëtimit
ishim mbi të zemërimit. Kjo është natyra jonë, ashtu si dhe të tjerët, nën dominimin e kësaj bote, nën kontrollin e djallit, ishim sklever, edhe ishim në robëri dhe sigurisht në qoftë se nuk do të hapeshin sytë tanë, do përfundonim në zjarr të përjetshëm. Por ka njerëz që vijnë në kish, edhe ata janë nga natyra të pashpëtuar. Nuk kanë marrëdhënie me Perëndin. Mund të jenë fetar, mund të jenë besnik duke ardhur në kish, mund të bëjnë vepra të mira, mund të pëlqejë shoqëria jonë, por realisht ata e dinë që nuk i përkasin Jezu Krishtin, nuk kanë një marrëdhënie me Perëndin. Prandaj theksi që Zoti Jezu Krisht vë për njerëzit të pashpëtuar është të lindësh përsëri. Prandaj te Gjoni 3:3 Jezus duke folur me Nikodemin një plak që ishte i arsimuar në atë kohë, edhe ai duke folur me të i thaj Nikodemit, nëse një nuk ka rilindur, nuk mund të shoh, nuk mund të hyjë. Prandaj njëri pashpëtuar nuk i rrok dot gjërat që janë të frymës së shenjtë. Edhe quhet njëri natyror, njëri natyrshëm. Edhe ashtu ndodhesh, Jezus i thot, nëse nuk ka rilindur, kjo të thotë që duhet të lindësh për herë të dytë, sepse për herë të parë kemi lindur nga ana njerëzore, nga uji, por të lindësh për herë të dytë edhe nga fryma, sepse duhet të lindësh nga uji dhe nga fryma. Edhe pikërisht çdo njeri që merr frymë, që jeton në tokë, ka lindur nga ana fizike. Por a ka rilindur, a ka lindur për së dyti nga ana frymërore? Kjo është çështja e rëndësishme në këtë. Edhe duhet kuptojmë këtë. Në qoftë se unë jam një njeri pashpëtuar, gjëja vetme që Perëndia më kërkon është të shpëtohem. Ishte një herë një çift shkuan tek miqtë e tyre, edhe ata një çift shkuan për darkë, i ftuan për darkë, edhe kaluan një kohë shumë të mirë me njëri tjetrin. Madje ajo zonja e shtëpisë ishte një kuzhinier e mirë, saqë gatoi disa lloj gjellërash. Edhe ata kaluan shumë këndshëm me njëri tjetrin. Diku kur po mbaronin atë darkën, ai burri që kishte marrë për vizitë, nxori një zarf edhe la aty te tavolina. Edhe ajo zonja e shtëpisë e burri i re dhe tha, çfarë ka aty? Edhe ai tha, një gjë e vogël, tha. Janë ca para për të shprehur mirënjohjen për këtë darkë të këndshme. Edhe ajo tha, më thyeve, tha. Unë nuk gatova, tha, sepse ju do më paguonit. Unë gatova, tha, sepse ju në miqtë e mirë dhe gatova me dashuri. Ju ka ndodhur ndonjëherë që kushtoni miqtë edhe ata t'ju paguajnë? Nuk e ndodh, sepse nuk ndodh kështu. Edhe ajo që ndodhi është që ky burri, çifti që shkoi ishte i shpëtuar, por çifti që mikprit ishte i pashpëtuar. Edhe ky burri atëherë tha, ke të drejtë. Edhe Perëndia të do ty. Edhe pohoi nga Romakët 5:8, por Perëndia tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që ku ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Edhe ajo që dua të them, thash, Perëndia e dha falas shpëtimin. Ashtu si ti e dhe falën. Dhe Perëndia bëri këtë nga dashuria. Ashtu si ti e bëre nga dashuria. Edhe ajo që ndodh është i tregoi Gjoni 3:16, sepse Perëndia deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas për të ketë jetë përjetshme. Ti mund të mundohesh, tha. Ti mund të përpiqesh, ti mund të bësh çmos që t'ia shpërblesh Perëndis për mirësinë e tij. Por kjo është fyese për atë. Sepse sado që të përpiqesh ti kur nuk mund të kompensosh dashurinë e Perëndis. Madje, në qoftë se drejtësia jote është kaq e madhe, kaq e pastër, që nuk është, pse vdiq Jezusi. Por ai vdiq sepse ti nuk shpëton dot veten. Edhe ai tha, zonjë e dashur, ashtu siç ke bërë këto gjëra të shijshme me anë të dashurisë, Perëndia ka bërë gjëra madhështore me anë të dashurisë. Ai vdiq për ty. Ai pagoi mëkatin për ty. Ai u varros për ty. Ai u ringjall për ty. Përgjigju mirësisë së Perëndis. Ashtu siç ti prite prej nesh, ti përgjigje mirësisë, jo me pagesë, por sepse ti na do. Perëndia dëshiron që të kuptosh, nuk është feja, nuk është përpjekja, nuk është sakrifica jote që do të çojë atje, por është dhurata e hirit të tij që do të shpëtojë. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet që të dënojë botën, por që të shpëtojë atë. Edhe Perëndia e dërgoi birin e tij që të shpëtojë ty.
Prandaj ka vetëm një gjë që Perëndia ka për njerëzit e natyror ose njerëzit e pashpëtuar. Beso në Zotin Jezu Krisht do të shpëtohesh. Kjo është e vetmja gjë, siç thuhet tek veprat. Prandaj nëse je njeri i pashpëtuar, kjo është e vetmja gjë që pret Perëndia. Për gjithë ne që jemi të shpëtuar, ne e dim shumë mirë që ne erdhëm te Perëndia, jo me anë të veprave tona. Ne e kuptojmë këtë histori, ne e kuptojmë këtë ilustrim. Ne erdhëm me anë të besimit, madje me anë të hyrjes nëpërmjet besimit. Grupi i dytë, ky është grupi i parë që gjendet tek e parë Korintasve 2, është grupi i njerëzve natyror. Edhe në kish mund të ketë njerëz që janë natyror, por një ditë do të zbulohen përpara Perëndisë, sepse ai do të zbulojë zemrat e njerëzve. Edhe është e rëndësishme që ne të zgjidhim këtë çështje nëse jemi të pashpëtuar, të shpëtohemi. Grupi i dytë janë njerëzit frymëror ose njerëzit të shpëtuar. Edhe janë të gjithë njerëzit që kanë rilindur me anë të besimit në Jezu Krishtin. Vargjet më poshtë, vargu 15 thot, njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës, vazhdon thot njeriu që është frymëror tani, bën kontrast. Thot gjykon çdo gjë, nuk është i gjykuar nga asnjëri. Edhe në kontrast nëse marrim po atë ilustrim, atë kemi veten në fron nuk është më, po në fron është ulur Jezu Krishti, sepse vetja është lënë jashtë. Kur një njeri pranon Jezu Krishtin, ai bie përmbys përpara tij në kuptimin frymëror. Edhe është ndodhesh dhe ai deklaron Jezusin si Zotin e vet, edhe si shpëtimtarin e vet. Edhe ai kupton që përpjekja e tij, vetja e tij, mundimi i tij, gjërat që ai bën nuk e shpëtojnë dot, sepse është mëkatar dhe i ndarë nga Perëndia. Edhe vendos ti besoj Perëndis, edhe thret atë si shpëtimtar dhe heq veten nga froni dhe vendos në fron të vetmin që është i del për të vendosur në fronin e zemrave tona, atë që është mbreti mbretërve, Jezu Krishtin. Ky është njeriu frymëror, është njeriu që është rilindur, edhe është një njeri që është ndryshe nga njeriu pashpëtuar. Por njeriu frymëror, Bibla thot, gjykon çdo gjë. Janë disa karakteristika, gjykon çdo gjë. E dini që ju gjykoni gjëra, apo jo? Gjykon çdo gjë. Tani, ne po të krahasojmë shkrimet të vëmë re, edhe besoj se ju keni lexuar nga Mateu 7, që thot, mos gjykoni, që të mos gjykoni, apo jo? Tani gjykon çdo gjë dhe mos gjykoni të mos gjykoni, kemi kontradikta këtu në fjalën e Perëndisë, po Bibla nuk ka kontradikta gjithmonë, janë kontradikta të dukshme që nëse shikon me kujdes, atë do të kuptosh që Perëndia është mjaft i qartë, edhe ka një mësim për të zbuluar kur kemi një qëndrim të drejtë të zemrës përpara tij. Tani te Mateu 7 vargu parë vërtet thot Zoti mos gjykoni që të mos gjykoni, ashtu e thot. Por ka një kontekst. Edhe konteksti tek Mateu 7, shikoni çfarë është. Konteksti të Mateu 7 është që në qoftë se unë duhet të gjykoj, duhet të heq së pari trau nga syri im. Pastaj, kur heq trau nga syri im, jam i aftë të shoh edhe të heqime në syrin tjetër. Mos gjykoni të mos gjykoni dhe vazhdon Zoti fillon të shpjegojë gjëra. Edhe thot, pse shikon lëmishten që është në syrin e vllait dhe nuk shikon trarin që është në syrin tënd? Mos gjykoni të mos gjykoheni. Domethënë, konteksti është, domethënë shikoni herë veten, kush je, heq traun dhe pastaj gjyko veten, pastaj arrin të gjykosh edhe tjetrin. Edhe pastaj thot, si mund të thuash vllain tënd dalë të heq lëmishten nga syri kur ke një trar në syrin tënd? O hipokrit, heqe më parë trarin nga syri dhe pastaj do të shohësh qartë po të nxjerrë lëmishten nga syri i vllait tënd. Ky është konteksti. Gjykon më mirë pasi ke hequr trarin nga syri yt. Edhe ky është konteksti tek e parë Korintasve 2, thot 15-16, por njeriu frymëror gjykon çdo gjë. Nëse jeni të shpëtuar gjykoni çdo gjë. Në kontrast, në opozit me njeriu natyror. Njeriu natyror nuk kupton gjërat që janë të frymëshme. Po njeriu frymëror kupton apo jo? Ju dini kush është bota, ju dini kush janë të shpëtuar, ju dini që ka një vdekje të përjetshme, prandaj shkoni në botë, edhe pse nuk i kuptoni, të pashpëtuarit nuk i kuptoni, ju kuptoni, ju gjykoni gjithë realitetin nga erdhëm, ku jemi, ku do të shkojmë. Ju gjykoni çdo gjë. Sepse ne kemi mendjen e Krishtit, pra kemi të plota në fjalën e Perëndis. Dhe jemi në gjendje të gjykojmë. Gjykojmë realitetin e jetës ku jetojmë. Por nga ana praktike, të kthehemi te gjykimi. Gjykimi është në gjëra dhe jo në njerëz. Tani si ta kuptojmë këtë gjykimin në gjëra, sepse thot gjykon çdo gjë, nuk thot gjykon çdo njeri.
gjykon çdo gjë. Tani, në qoftë se unë jam, kam listën e mikpritjes sot, e nuk erdha. E parë gjithkisha që nuk erdha te mikpritja. Më pat që ishim në tavolinë e kafe me njëri të pashpëtuar, nuk dava unë gjilli me të. Qa të bëni juve? Ju do të gjykoni apo jo? Mas më thoni që nuk gjykoni. Do gjykoni. Edhe qa do gjykoni? Do gjykoni veprimin tim. Kjo është në rregull. Por në qoftë se gjykoni personin, ky është gabim. Jo gjykoni që Zani duhet të jetë në mikpritje. Jo gjykoni që Zani duhet të ndajë gjillin. Mund të gjykoni këtë. Por në qoftë se gjykoni Zanin, që Zani si person ecë në mish sepse nuk ka ardhur në mikpritje, ose ishi pashpëtuar sepse nuk ndau gjillin, e ka te kaluat pak apo jo. Ju do të gjykoni gjërat. Pra unë gjykoj gjërat, por nuk gjykoj dot motivin e gjërave. E dini pse nuk gjykoj dot motivin e gjërave? Sepse zemra i përket Perëndis. Për të njohur. Zoti është ai që njeh zemrat e njerëzve. Do të vijë një ditë që Perëndia do të zbulojë zemrat e njerëzve. A ishte në frym Zani apo jo, që nuk erdhi në mikpritje, e di Zoti atë. Por ju mund të gjykoni, çfarë? Mikpritjen ose mos mikpritjen. Po jo të gjykoni Zanin është në frym apo është i pashpëtuar. Ka kuptim këto? Pra, duhet të ndani gjykimi midis gjërave dhe gjykimi midis personit. Dhe zakonisht bijem në një grop që çfarë bëjmë? Gjykojmë gjërat edhe personin e ngjisim bashkë me personin dhe pastaj japim etiketë dhe Zoti është shumë i kujdesshëm në këtë. Prandaj Zoti na shikon që njeriu frymëror gjykon çdo gjë. Ai vet nuk është i gjykuar, ai gjykon, gjykon duhet jemi besnik, gjykon kështu, nuk e di motivin. Atë ja lë Zotit, por Zoti na kërkon këtë. Nuk mund të gjykoj që ti je i shpëtuar apo i pashpëtuar, i përket Perëndis. Por këto gjëra nuk e di për shembull pse je kaq i hidhëruar. Nuk e di pse je me kaq pak hir dhe je vetëm me ligj me mua. Ose me këtë vëlla ose me këtë motë, nuk e di. Por a di çfarë? Kjo që po bën, këtë gjykoj që je pa hir, gjykoj që je i hidhëruar. Motive nuk e di, motivin e di Zoti, nuk të gjykoj ty. E dini pse? Mund të vjen një ditë, e dini çfarë ndodh me apostullin Paul, fryma e shenjtë ndaloi ata që të ndanin ungjillin të shkonin të lëviznin nga lindja. Pra do të ketë raste që Perëndia të ndalon ty të lëvizësh majta, po të shkosh djathtë. Është Zoti ai që do të zbulojë dëshirat e zemrës. Por gjithashtu është Zoti ai që nëse jam duke ecur, ti më shikon mua, edhe kam një fëmijë, edhe më gjykon në çast, sepse unë e trajtova fëmijën tim, çfarë? Jo me hir, po e trajtova me ligj. Edhe ti gjykon që çfarë? Unë nuk jam duke ecur me Zotin. Ti mund të gjykosh veprimin, po veprimi në këtë rast është veprim gjykimi me ligj, po jo me hir. Po jo personi, që personi nuk po ecë me Zotin, që ofroi ligjin dhe nuk ofroi hirin. Kjo është shumë e rëndësishme për të kapur, sepse shpesh herë ne marrim një gjest dhe marrim dhe personin dhe i bashkojmë këto të dyja bashkë. Pyeta një ditë një nga dy shepujt e mi. A të kam qortuar ndonjëherë gjatë vitit të parë të shpëtimit? Ai tha, sa mbaj mend asnjëherë. Ju do thoni, po, a duhet ta qortoj atë? Nuk e di çfarë Zoti ju mëson juve, po më them çfarë më mësoi Zoti mua. Po kur rrit pak, atë filloi të mbante. Kemi ca bebe këtu. Është e kotë të themi që dëgjoj. Mos e bëni në Pampers, a bëni në banjë. Më vjen keq, ata ta bëjnë në Pampers. Më thënë, nëse ke një foshnjë frymërore, do të durosh herën. Nuk do të trajtosh siç është më i rritur. Edhe ajo që ndodhet do të marrë, do të hapësh, do të pastrosh, do të vijë hera, po vjen, po ti e do ata. Kështu është nga ana fizike, kështu është nga ana frymërore. Po kur ai është rritur pak,
ti e kupton pasaj dhe pasaj fillon të mësosh atë, do bëje kështu se bëje ashtu, po ka mbaruar një kohë ku ti e ke mësuar atë, ka mbaruar koha foshnjërisë, ka mbaruar një kohë hiri, pasaj ka një kohë që ti duhet ta mësosh atë çfarë është drejt, çfarë është e gabuar, dhe ndonjëherë të disiplinosh atë, të qortosh atë. Dhe ju më shihni mua ose unë ju shoh juve vetëm në këtë segment të kohës. Ju më të gjykoni veprimin, po nuk më të gjykoni personin. Atë e gjykon Zoti. Pra ne shpresoj që të kuptojmë që njeriu frymëror, njeriu që është frymëror, që është i pjekur, gjykon çdo gjë, por nuk e lidh personin me gjëra. Ai ka maturi sepse vjen nga Perëndia. Ai e di të tëra kohërat, të tëra fazat, të tëra situatat dhe çfarë nuk e di, Zoti e di këtë gjë. Sepse Bibla thot tek e parë Korintash 4, prandaj mos gjykoni asgjë, po deri tani sikur ishim gjykoni çdo gjë. Sepse edhe konteksti është ka të bëjë me personin tani tek 1 Korintash 4:5. Para kohe derisa të vijë Zoti që do të nxjerrë në dritë gjërat e fshehta të errësirës dhe do të shfaq këshillat e zemrave dhe atëherë secili do të ketë lavdërimin e vet nga Perëndia. Do të duket nëse isha në mish apo isha në frym, isha i shpëtuar apo i pa shpëtuar, isha kështu ose isha ashtu si person. Edhe një ditë do të gjykohen, nuk e gjykoj dot personin, por gjykoj që ky veprim, domethënë gjykoj mënyrën si punon Perëndia dhe si duhet të bëjmë gjërat. Por nëse ke pjekuri, di çfarë, ke një pamje të plotë të gjërave. Nuk ke një pamje të ngushtë. Njeriu frymëror gjykon çdo gjë. Por gjëra tjetër që vëmë re për gjërat frymërore, shikoni pak, është realitet me bollok në shkrime për një jetë frymërore. Ka jetë frymërore. Gjoni 10:10, unë erdha të jep jetën e ta ketë me bollok. Ka vdekje frymërore. Për shkak të mëkatit shkon në zjarr të përjetshëm. Ka ushqim frymëror, thot. Ka pije frymërore, ka bukë frymërore, ka dhunti frymërore, ka shkëmbë frymëror, ky është Krishti, ka shtëpi frymërore, ne jemi shtëpi frymërore së bashku kisha Perëndis, ka flijime frymërore. Unë vi këtu edhe nuk ka vajtur java mirë. Edhe di çfarë, nuk jam fort rehat të çohem në mëngjes të vi në kish, sepse nuk më ka vajtur gjërat mirë. Edhe më rehat më të rri në shtrat, por është flijim frymëror. Unë çohem, sepse Perëndia më do në shtëpi. Është flijim frymëror, unë vi këtu me gjithë gjërat që kanë shkruar, zgjedh të adhuroj atë edhe çfarë, me buzët e mia të rrëfej, Zotin tim është i del të lavdëroj në mes të popullit të tij. Është sakrificë frymërore. Prandaj jam këtu. Jo eci lart poshtë. Po është flijim, edhe ka flijime frymërore. Pastaj thot ka luftë frymërore, sepse betejë nuk është kundër mishit dhe gjakut, ka bekime frymërore. Pra unë jam duke ecur, duke i besuar Perëndis në gjërat. Edhe njeriu frymëror ka dëshirë të lutet. Ka nga brenda një dëshirë të kaloj kohë me Perëndin edhe të lexojë fjalën, ka dëshirë që të vinë në shtëpinë e Perëndis, ka dëshirë që të adhurojë Perëndin, ka dëshirë që të nderojë Perëndin me jetën e tij. Është njeriu frymëror. Po vjen edhe gjykon çdo gjë për shkak të maturisë, pjekurisë. Por ai vetë nuk është i gjykuar, sepse është i matur. Edhe di kupton që Perëndia do na gjykojë një ditë në vend gjykimin e Krishtit për motivin si i bëm gjërat. Jo çfarë bëre. Një njeri mund të ketë bërë gjëra të mëdha, mund të ketë bërë një shërbim të madh. Edhe ne themi e gjykuam atë, se mora vetëm nga konteksti negativ, po nga konteksti pozitiv. Po ja, ky është realitetin e pamat, ai ndau ungjillin me 10 persona, ftoi 10 njerëz. Edhe Zoti thotë, të tëra këto ishin mish, e të tëra këto do shkojnë poshtë. Pse? Sepse motivi si i bërja ai ishin çfarë? Ishin për lartësimin e vetes. A kapni sepse ka dhe pozitiv, ka dhe negativ. Unë nuk e di të gjykoj personin, ato të gjykoj Zoti, por çfarë? Ato që bëri janë të mira, ato që bëri ndoshta janë për një periudhë kohë, nuk e di. Mund të gjykoj gjërat, por personin nuk e gjykoj dot. Është njeri i matur, njeri që është frymëror. Gjithashtu lartëson me frym butësie. Domethënë, kur ai takon një njeri që ka rënd, ka disa mënyra se si mund të merresh me të. Po një njeri që është i pjekur, ai fillon kupton situatën, kupton që jeta krishtere ka luhatet e veta. Edhe një ditë ai vetë ka rënë. Ashtu se një ditë Zoti ka ngritur atë. Edhe qëllimi që afrohet atij personi, mënyra se si afrohet atij personi, nuk afrohet me motivin për ta ndëshkuar, edhe në qoftë se do të kërkojnë ndëshkim.
ose më flak qërtim. Por ai është i matur dhe shkon me motivin për çfarë? Për ta ngritur atë, për ta lartësuar atë me frym butësie. Atë nëse duam të dim a jemi frymëror apo jo, atëherë ekzaminimi me shkrimet na bën. Atë qëllimi, motivi se si shkon njëri frymëror ta ngrër, ta lartësoj, ta rikuperoj, ta rivendos. Në vend që të merret me çfarë të tha, si the, çish i tha ande këtë dhe çfarë, dhe fokusohet, heqet fokusi dhe merremi me personat, në vend që të merremi me marrëdhënien tonë me Zotin, edhe të rikuperohemi, të ngrihemi një nivel më lart. Bibla thot, vëllezër, nëse dikush bie në ndonjë faj, ju që jeni frymëror, lartësoheni me frymëbutësie, por ki kujdes edhe veten tënde të mos të ndorë, të mos të biesh në gropën që ra ai, por ta ngrësh atë. Ta ngrësh atë. Ky është qëllimi i frymëror, për të ndërtuarit. Gjithashtu e përdori dhuntin për ndërtimin e kishës. Çdo njeri ka dhunti. Korintasit kishin një problem që e merrnin dhuntin për veten e tyre. Edhe ata përpiqen që të lartësonin veten. A ke këtë dhunti? A ke këtë dhunti? Ti e ke? Unë kam këtë dhunti. Ti s'ke dhuntin që kam unë, edhe ishin në rrëmuj lidhur me dhuntit frymërore, por Perëndia na tregon që dhuntit u dhan për të ndërtuar tjetrin. Edhe unë kam një dhunti që të ndërtoj ju keni një dhunti që më nevojitet mua. Prandaj ne ndërtojmë njëri tjetrin me dhunti. Prandaj duhet kur kuptojmë këtë, kuptojmë bukurinë e trupit të Krishtit. Bukuria e trupit të Krishtit është uniteti në diversitet. Që do të thotë që kisha ka shumë dhunti, edhe dhuntit janë të larmishme, por gjithashtu ky larmi dhuntish duhet jetë në unitet, dhe që të ketë unitet do të thotë që unë do të vlerësoj të gjitha dhuntit që kanë njerëzit e Perëndis. Jo vetëm dhuntin që kam unë, jo vetëm dhuntin që duket, por edhe ato që nuk duket. Por njeriu frymëror është njeriu që ka ekuilibrin e tij. Edhe çfarë bën? Edhe përdor dhuntin për të ndërtuar të tjerët, dhe gjithashtu lejon të tjerët ta ndërtojnë atë. E dini që disa janë gjitholog, mendojnë që nuk ka nevojë që dikush t'i ndërtojë atë. Ky është gabim. Ky është shumë gabim. Bibla thot, ne ndërtojmë njëri tjetrin. Do të jesh mjaft i përulur sa të lejosh tjetër të ndërtojë ty. Dhe gjithashtu të kuptosh që ti ke një dhunti që Zoti ta dha, që do të përdoret për të ndërtuar të tjerët. Por njeriu frymëror e kupton si punon Perëndia dhe përdor dhuntin për të ndërtuar të tjerë dhe lejon të tjerët të ndërtojnë ty. Gjithashtu, ofron flijime frymërore, sa përmendëm këtë. Sepse thot edhe ju sigurt të gjallë ndërtoni për të qenë një shtëpi frymërore për të rrinë shenjtë për të ofruar flijime frymërore që pëlqejnë Perëndis. Ofron flijime frymërore, shkojnë edhe ofrojnë Perëndis. Pavarësisht si janë gjërat, është sakrificë, sakrifica frymërore. Është sakrificë ti besoj Perëndis për të ardhmen time, por unë i jap Perëndis nga ato që ai më jep mua. Është sakrificë ti besoj Perëndis që çfarë? Ai do kujdeset për mua dhe vin në shtëpinë e Perëndis bashkë me ju, lavdëroj dhe adhuroj atë. Pra njeriu frymëror, kemi njeriu natyror që është i pashpëtuar, njeriu frymëror është njeriu i rilindur, edhe njeriu që është i pjekur, dhe njeriu frymëror është njeriu që ecën në frym, edhe prodhon frutin e frymës në jetën e tij. Edhe për shkak të ecjes në frym, është fryma që e udhëheq atë. Prandaj ka pjekuri të gjykojë çdo gjë, po edhe gjithashtu personat t'i lënë në vend gjykimin e Krishtit gjykimin e tyre. Qoftë këto për mirë, qoftë jo për keq, por nëse ka diçka, e dini çfarë ndodh kështu? Kur ju gjykoni frymërisht, nuk ulni njërin dhe as nuk e ngrini tjetrin. Po çfarë bëni? Lavde Perëndis nëse u bë diçka. Por gjithashtu e di çfarë? Zoti është ai që e di se si do të vijnë gjërat në vend gjykimin e Krishtit. Mban gjitha gjërat drejtohet me lavdëruar Zotin. Njerëzit mishëror. Ky është grupi i tretë që gjendet në kish. Në fakt në kish gjen më shumë, edhe shpresoj lavdi Zotit, më pak gjen njerëz të pashpëtuar. Fatkeqësisht në mjaft kisha gjen mjaft njerëz të pashpëtuar. Por unë e di që djalli viziton kishën. Edhe do të ketë njerëz edhe në kishën tonë që janë të pashpëtuar. Vetëm marrja e kishës do i duket. Do tregoj kush është i shpëtuar, kush është i pashpëtuar. Por vetëm ai person e di vetë nëse i përket Jezusit. Askush nuk mund dal garant për tjetër. Ne gjykojmë gjërat. Po, ai është besnik, po kështu, po ashtu. Ju nuk mund të gjykoni as i shpëtuar apo i pashpëtuar. Po flas në kuptimin që të vini vulën.
atëve Zoti. Po ju gjykoni gjëra, dakord, këtu ngelet. Po unë kam besim që ai është i shpëtuar, jam dakord me ty. Edhe unë kam besim. Mund të gjykoj, mbase kam besim që është i pashpëtuar, mbase. Por një ditë në parajs, siç tha dikush, do të habitem, sepse do të gjej njerëz që mendoja që nuk duhet ishin, por janë. Edhe do të habitem sepse nuk do të gjej sa njerëz që mendoja që duhet ishin, po nuk janë. Prandaj kur flasim për njeriu frymëror, është njeriu i matur, njeriu pjekur, që fryma e Perëndisë e udhëheq, plotësia e fjalës së Perëndisë, mendja e Krishtit është ajo që e drejton atë. Fjala është një llam në këmbë dhe një dritë në shtegun e vet. Por disa njerëz janë njerëz të mishit, fatkeqësisht ka edhe njerëz të tillë. E parë Korintasve 3, sa mbaron kapitulli 2 fillon kapitulli 3, thot, edhe unë vëllezër nuk mund t'ju flasin njerëz frymëror, po si njerëz të mishit si poshtja në Krishtin. Tani njeriu mishit është njeriu që është i shpëtuar. Ai është biri i mbretit të mbretërve, ose bie e mbretit të mbretërve. Ai duke shkuar drejt Jeruzalemit të ri. Ai do të përfundojë në parajs nga sakrifica e Jezusit. Por mënyra se si ai jeton është e ka hequr Jezusin nga froni i vetes së vet dhe ka dhënë egon vetvete në fron. Edhe jeton si një njeri natyror. Por është i shpëtuar. Është i shpëtuar. Kjo është ajo që ndodh me këtë. Janë besimtar të mishit që e vetë drejtojnë veten e tyre. Nuk e drejton Zoti jetën e tyre, e drejton vetë ata. Njeriu mishit është ndryshe, në shkrime quhet edhe ndryshe njeriu i vjetër. E parë Korintasve 3 thot në vargjit më poshtë. Vargu 2 thot ju dhash qumësh për të pirë dhe nuk ju dhash mish ushqim të fortë, sepse nuk ishin gjendje të asimilorit, madje thot edhe tani jo sepse jeni akoma të mishit, në fakt sepse midis jush ka smir, grindja për çarje, a nuk jeni të mishit, a nuk jeni sipas natyrës së njerëzve? Pra Korintat ishin kaq të fokusuar tek vetja e tyre, si të kënaqin mishin e tyre, si të kënaqin veten e tyre dhe jo të fokusuar në gjërat frymërore, ata kishin shumë probleme. Ne duhet të kuptojmë që pjesa më e rëndësishme e qenies sonë është pjesa frymërore, jo natyra ose njeriu i vjetër. Edhe ne duhet të investojmë tek njeriu i ri, jo tek njeriu i vjetër. Dhe Pali u thot Korintas se nuk mund t'ju flas dot si të pjekur. Tama një njeri që është në mish, pavarësisht sa vite ka në Krishtin, edhe njerëzit shpesh herë mund të kalojnë në mish, pastaj në frym, edhe shpresoj që vazhdojnë, por nëse bien në mish, ata janë cilësia e tyre janë si foshnja. Një foshnje nuk i jep dot mish për të ngrënë. Me një foshnje nuk bisedon dot gjëra të pjekura. Dhe nëse takon njerëz që janë të mishit, është e kot që të zbrazësh pjekurinë tënde t'ia japësh atij. E di çfarë do t'i japësh atij? Një lugë qumësht. Një lugë qumësht. Kaq. Nuk i jep dot më shumë. Kaq përfithaj. Kaq mund të pranoj. Edhe karakteristikat e njeriu të mishëror, cila është? Thot ka smir. Ka smir ose ka zili. Nëse krahasojmë shkrimet tot, si e gjejmë këtë fjalë, te vepra 13, 44, 45 të shtunën tjetër gati gjithë qyteti u mblodh për të dëgjuar fjalën e Perëndisë. Pali ishte shkuar për të ndarur gjillin, edhe shikon që gati gjithë qyteti vjen. Po ishin disa hebrejnë që u mbushën me smir. Tani vjen edhe smira, cila është? Smira është ose zilia është të kesh zili suksesin e tjetrit. Pse ai ka sukses dhe ti nuk ke atë sukses? Ti e mbush veten me smir për atë që Zoti po bën në jetën e të tjerëve. Tani, nëse Zoti na dha këta që na dha, lavdi Zoti, lavdroni Zotin. Nëse Zoti dha ata që i dha atij, di çfarë? Lavdroni Zotin prapë. Po shikoni smirën në këtë rast, judejnë duke parë këtu më në mbushën me smir. Pse? Pse Zoti dha Palit kaq shumë, po mua nuk më dha aq shumë? Judejt janë populli i Perëndisë, edhe problemi është ata kanë zili. Këto nuk vijnë nga njeriu që ecën në frym, këto vijnë nga njeriu që ecën në mish, sepse ju jeni mishtor, jeni foshnja, edhe ka midis jush zili ose smir. Nëse mendoni se jeni më të zotë se të tjerët, do helmohesh nga vetë kënaqësia. S'ka asnjë si unë. Nëse gjithashtu mendoni se tjetri është më i mirë, do helmoni nga zilia.
A dini çfarë zilia? Zilia është që unë mendoj që do eci më mirë kur komshiu t'i thyen këmbët. Më mirë se komshiu. Domethënë kam zili në qoftë se tjetri ka sukses. Në qoftë se tjetri ka sukses, gëzoni. Lavdi Zotit të dha. E dini çfarë bën njerëzit e Perëndis nga hebrejnë kur ata kuptuan që Perëndia po jepte shpëtimin edhe jo hebrejve? Pse Zoti do jap shpëtimin jo hebrejve? Pse nuk na jep vetëm neve? Një njëri ziliqar është vetëm për veten. Edhe ata Bibla thotë që ata u gëzuan dhe lavdruan Perëndin, Zoti u dha shpëtimin edhe jo hebrejve. Dhe në qoftë se Zoti po përhap fjalën, edhe ka edhe 10 kisha të tjera në durrës, lavdi Zotit. Në qoftë se ato janë me mira njerëz, lavdi Zotit. Apo jo, lavdi Zotit, nuk ke pse të mbushemi me zili, me këta. Por njeriu ziliqar është një problem te krishteri, kur i krishteri është në mish, edhe njeriu në mish do ta ketë këtë, do të provojë këtë. Ka grindje gjithashtu, sepse Pali thot, në fakt midis jush ka smir, grindje për çari, a nuk jeni të mishit? Pra kjo është mënyra si duket një njeri i mishit. Dhe grindja është një problem. Njerëzit grinden me njëri tjetrin. Pse grinden? Nga buron grindja, nga natyra mishtore. Te Galatasit kapitulli 5 thot veprat e mishit janë zbuluara, edhe është një listë me 18 cilësi të treja këto gjenden tek ajo listë. Pali Korintasit kishte dalë nami për një gjë. Ata vetëm hajnë me njëri tjetrin. Grinden. E ky është problemi. E dini kush grinden? Fëmijët e vegjël, prandaj janë poshtë. Çoj dy fëmijë, vëru një lodër, pra të mos jenë dy lodra, po një lodër, do grinden me njëri tjetrin. Nëma, nuk ka rëndësi se kujt është. Edhe çajnë, edhe të shkretat nëna me ata dy, me ata. Po kështu është edhe me një kish në mish. Grinden. Sepse më ka treguar për ju o vëllezër se nga ata të shtëpisë së Kloës se në mes jush ka grindje. Domethënë, njeriu mishtor nuk shqetësohet për unitetin, sepse ai ka hipur veten e vet në front. Edhe grinden pse mua nuk më ABCD. Pse mua nuk më ABCD. Pse juve nuk ju ABCD. Edhe vetëm grindje. Njeriu frymëror punon për unitet. Njeriu mishtor, domethënë megjithëse nuk e kupton, ka rënë në kurthin e natyrës që e udhëheq. Edhe midis kishës sjell përçarje, sjell grindje. Tani grindja, shikoni pak, fjalë te Urta 28:25, kush e ka frymën të fryrë nga krenaria nxit grindje. Domethënë nëse je krenar, është e pamundur të vlerësosh tjetrin, vlerëson vetëm veten, sepse ka hapur vetja në front. Por nëse ke Krishtin në front, atëherë i përullur, vlerëson njerëzit e Perëndis, vlerëson punën e Perëndis, vlerëson Perëndin. Edhe Bibla thot, Korintasit kishin probleme me krenarin. Ata kishin shumë dhunti, por ata ishin të fryrë. Domethënë krenaria është një shfaqje tipike e njeriu në mish. Te Luka 22:24, dhe midis tyre lindi një grindje, se kush do të ishte më i madhi? Ata ishin duke shkuar drejt asaj shtëpisë ku do të hanin darkën. Darkën e fundit që Jezusi ngri me dy shepujt. Edhe ata do ham darkë. Edhe kush është më i madhi? Do ulet Jezusi aty, pas Jezusit kush do ulet? Ata të tërë po shtyshin, do ulet Pjetër, do ulet Gjoni, do ulet, Bibla thot ata po hanë. Grindjet janë sepse vetja është në front. Edhe ata u shokuan kur vanë atje lart, ata pan Jezusin që çfarë, që ngjeshi peshqyrën dhe u lau këmbët atyre. Ishte jashtë konceptit të mendësisë, sepse kur ke hipur veten në front, nuk mendon të jesh shërbëtor. Mendon të jesh bos. Po njeriu në mish ka grindje. Kjo është ajo që ndodh. Prandaj shikoni te Mateu 11, ftesa e Jezusit. Janë tek unë të gjithë të munduar dhe të rënduar dhe unë do jap shpëtim. Merrni mbi vete zgjedhjen time, mësoni nga unë. Na të mësojmë nga Jezusi. Sepse unë jam zemër butë dhe i përullur nga zemra. Shifni mbretin. Ai na fton që të ecim të përullur. Përullësia nuk sjell grindje, sjell unitet. Vetja në front sjell grindje dhe përçan unitetin në kish. Edhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Një njeri që ka veten në front nuk ka paqe. Pavarësisht se si mund të duket i buzëqeshur ose jo. Nuk ka rehati, nuk është rehat.
por Zoti thot, mësoni nga unë, çfarë Zoti madhështor kemi. E parkon atë 3-3, në fakt midis jush ka smir. Po, do më thë suksesi tjetri, më mbush me zili, kur jam në mish, përçarje, sepse kam hipu vetën time, dhe gjithashtu thot, grindje përçarje. Përçarja në kontekst, sa herë që krahasojmë shkrimet, është e lidhur me doktrinën. Me që ata janë poshnjë, edhe transportohen me çdo doktrinë, ata ishin këta këtu, mendon një doktrinë, këta mendon një doktrinë, këta mendon një doktrinë, këta një doktrinë, edhe ishin rrëmuj. Edhe ishin të shpërndarë me lloj gjëra. Se dini çfarë është një herezi? Herezia është një e vërtet e thënë jashtë kontekstit. Të gjithë e citoni Biblën. Të gjithë e citoni Biblën për të mbrojtur veten e tyre, por asnjëri nuk thoshte në kontekst. Sepse të citosh Biblën nuk do të thotë që ke drejt. Po duhet ta citosh atë në kontekstin e duhur. Edhe Bibla na tregon, shikoni pak, pasi thot tani u vlezur bëjthire të runi nga ata që shkaktojnë përçarje. Domethënë njeriu në mish është problem serioz. Sepse është foshnjë. Çfarë të flasësh me një foshnjë gjëra doktrinare? Nuk kupton gjë. Po në mish ai çfarë bën? Urtësia e Perëndis ka ardhur duke u zvogluar dhe urtësia njerëzore është duke u rritur. Sepse ai gjykon intelektualisht nga ana mishtore ose njerëzore. Edhe shikoni tek e parë Korintas 11:18-19 thot, para së gjithash, sepse dëgjoj kur bashkoheni në asamble ka midis jush përçarje dhe pjesërisht e besoj. Sepse duhet të ketë edhe midis jush edhe grupime ose herezi ose mësime të rreme. Që të dallohen njën mes jush ata që janë të sprovuar. Herezi është mësimi nxjerrë jashtë kontekstit. Atëherë Zoti thotë do të sjell mësime të rreme brenda. Pyetja është çfarë do bëni me to? Por ata që janë foshnjë nuk i gjykojnë dot. Ata që janë të pjekur, thonë Bibla thot 1, 2, 3, 4. Kjo është mësimi i rem, ky është herezi. Po këto gjëra qëndrojnë, po këto gjëra nuk qëndrojnë. Është pjekuria, por Korintasit për shkak të papjekurisë ishin të grindur. E para Korintasve 3:3 thot sepse midis jush ka smir një grindje përçarje, a nuk jeni ju të mishit dhe a nuk esni sipas mënyrës së njerëzve? Dhe vargu e poshtë thot, sa janë të Pali, sa janë të Apollos. Domethënë njeriu i mishit vlerëson individin. Unë dua filanin. Po ju këtë doni. Vetëm filanish ka vlerë në kish. Sa të tjerë thot, ne duam filanin. Sa të tjerë ne duam filanin. Njeriu në mish ngrë individin lart. Po njeriu në frymë, dini kë ngrë? Trupin. Është trupi i Zotit. Njeriu në mish punon për pa kuptuar, po punon nën mish dhe sjell përçarje duke lartësuar një. Unë ti e vllai më i mirë, ti e vllai më i dashur, pa ty kisha nuk ecën dot. Fal pak po. Kush është Pali? Kush është Apollo? Zoti është Zoti. Ai është ai që e rrit kishën. Njëri mbolli, tjetri ueti. Prandaj njerëzit të mish çfarë bëjnë? Ecin pas njerëzve. Po njerëzit në frymë ndjekin Krishtin. Nuk po them që të mos marrim shembull. Shembull e dini çfarë merrni? Merrni besimin e tyre. Merrni mënyrën si ata vendosin të besojnë Zotit në jetë. Mos imitoni njerëzit, po merrni shembull njerëzit. Nëse njeri në sfidë ai beson Perëndis, ai është për të marrë shembull. Por njeriu në mish grupon, njeriu në frymë i lidh. Njeriu në mish vlerëson individin, njeriu në frymë vlerëson Krishtin dhe trupin e tij. Prandaj janë gjërat që Zoti na tregon si është një njeri në mish. Një njeri në mish ka smir, ka sukses. Pse shërbimi i fëmijëve është më i madh se shërbimi im? Nuk e di. Pse ai ka fituar 10 njerëz, s'ka fituar asnjë akoma? Nëse Zoti më ka dhënë mundësinë të mbjell, unë do vazhdoj të mbjell. Unë e di që po i shërbej Perëndis, po mbjell, do besoj në një ditë në korrje, sepse Zoti të korrave do më ka premtuar. Por nuk do të thotë që ai që ka fituar 10 shpirtra është më i mirë se unë. Edhe të mbushe me zili. Po nga ana tjetër nuk do të thotë që duhet të ngrë individët lart, por do të vlerësoj gjymtyrët, sepse ka unitet në frymë, në mes të diversitetin. Nësa në mish, ka vetëm dari. Vetëm në qoftë se ke këtë dhunti folse, atëherë je më i miri se të gjithë. Unë e kuptoj që ne vlerësojmë një dhunti folse, por Zoti nuk dha vetëm dhunti folse. Zoti dha edhe dhunti shërbëse.
dhe me qëra fjala, kush jetë ti që e more atë dhunti nëse Zoti nuk do ta kishte dhënë? Pse mburre sikur ke diçka, sikur nuk e ke, kur Zoti ta dha? Asnjëri nuk mund të mburret as për shtatin e vet. Prandaj ne duhet jemi mjaft të përulur. Mjaft, në qoftë se na lartësojnë të tjerët, sidomos në qoftë se na lartësojnë të tjerët. Lëre që të mendojmë që të na lartësojnë të tjerët. Ky është gabim. Do të merremi me zemrën tonë. Po sikur kur të tjerët na lartësojnë, duhet jemi të kujdesshëm Zotu, unë jam asgjë. Thjesht jam mena jote. Duhet jemi shumë të kujdesshëm me këtë. Se pe parkojnë të 3-4 sepse kur dikush thotë unë jam i pali dhe një tjetër jam i podhët, a nuk jeni ju të mishit? Sa është njëri i mishit? Një njëri që vlerëson individin, po jo trupin. Është gabim. Është gabim. Do të duam trupin. Po në qoftë se njëri ka dhunti, lavdi Zotit, po edhe tjetër ka dhunti. Lavdi Zotit dhe për atë. Pse mendoni që ai është pa dhunti? Çdo njeri ka të paktën një dhunti. Dhe Zoti zgjodhi trup që ta përbënte me shumë gjymtyr, nuk zgjodhi gjymtyr. Nuk mund të them gjymtyra, kaput e gjymtyrën pa trupin është pa vlerë, nuk ka rëndësi çfarë gjymtyrat. Heqja syri është pa vlerë pa trupin. Prandaj çdo gjymtyr ka vlerë në trup, jashtë trupit nuk ka vlerë. Nuk mund të vlerësojmë gjymtyrën, do të vlerësojmë trupin. Keni gjykim të përkohur. Se cili është i çmuar në trupin e Krishtit. Çdo njeri është unik në trupin e Krishtit. Çdo njeri është i nevojshëm në trupin e Krishtit. Mos vlerësoni njerëzit. Vlerësoni Perëndin. As pastori mos e vlerësoni. Vlerësoni Perëndin, po në qoftë se pastori ka një dhunti, lavdi Zotit që Zoti po e përdor. Po e di çfarë, ju keni dhunti se pa juve nuk mund të ndërtohem unë. Unë nuk kam dhunti të ndërtoj veten. Nuk mundet. Sipas Biblës nuk ndërtoj dot veten në qoftë se ju nuk më ndërtoni mua. Por vlerësoni dhuntit dhe keni vlerësim të përkohur. Dhe në qoftë se ka një gjykim, do të ketë gjykim sipas Biblës për një çështje ose një çështje. Qofshin këto për njerëz të ndryshëm. Si duket, i besojnë vetes në vend të Perëndis, sipas mënyrës së njerëzve. Çfarë bëjnë njerëzit? Kë kanë ofronin e tyre njerëzit? Nuk kanë Zotin. E dini çfarë mësojnë njerëzit e pashpëtuar? Keni besim te vetja. Shikoni brenda vetes tuaj. Forca është brenda jush. Por e di çfarë, kjo është gabim, sepse kaq arrim bota është pashpëtuar të shikoj. Nëse ata nuk njohin Zotin, kaq është niveli më i lartë i arritjes tyre. Nga ana e botës kjo ka kuptim. Sepse vetmja mënyrë për të dalë përpara një bote që është e mbushur me ligësi me gjëra, të vërë besimin e vet tek vetja. Por kjo nuk funksionon me njeriu që është i rilindur. Sepse forca e tij është Zoti. Sepse fuqia e tij është Perëndia. Sepse shpresa e tij nuk është vetja. Por Zoti. Prandaj njeriu i rilindur nuk mundet dhe nuk duhet që të lartësoj vetveten dhe të vendos veten në pronë. Duhet të vendos Perëndin. Te Isaia 27:5 thotë, do të ishte më mirë që dikush të mbështetet te forca ime për të bërë paqe me mua, apo për të bërë paqe me mua. Jezusi vetë që ishte në tokë nuk u mbështet tek vetja. Edhe pse ishte Perëndi, Bibla thotë ai zbrazi veten. Dhe Bibla thotë që ai nuk bëri asgjë nga vetja. Nëse Jezusi nuk bëri asgjë nga vetja, atë si ka mundësi që ne të themi shqip brenda vetes, shikoj gjë fort tek vetja. Edhe të shikojmë median që psikologjisë, botën e pashpëtuar, të gjej shpresë te psikologjia për të lartësuar që në fakt duhet të gjej shpresë te Zoti, po më e keqja është nëse ne të krishterë marrim psikologjinë e botës që i kundërvihet Perëndis dhe na bën që të ecim në mish. Ka shumë të krishterë mishtor, sepse ata ndjekin rrugën e botës, jo rrugën e Perëndis. Jozafati u mbështet te Perëndia. Bibla thotë që kur ai erdhi një luftë e madhe, ai ra në gjunjë, tha Zot, sytë tanë janë drejtuar nga ti, dhe Zoti dha fitoren. Njerëzit e Perëndis mbaren te Zoti. Zoti është forca e tyre. Por njeriu mishit, njeriu mishror, besimtari mishror, ka keqardhje për veten, ka veten promovim, ka mbret veten dhe jo Jezusin. Gjoni 12:43, sepse donin lavdinë e njerëzve më tepër se lavdinë e Perëndis. Lista se si ekzaminohen njerëzit e mishit është shumë e gjatë. Por parimi është që kanë veten në fron dhe Jezusin jashtë.
Si të fitojmë tani? Mjaft me kaq. Romakët 6, 7 edhe 8, dhe nëse keni bërë dishepullëzimin, keni parë si janë 3 gjëra. Qelës. Dije që Perëndia mbylli fabrikën që prodhon mëkat. Njeriu i vjetër vdiq. Ky është njeriu natyror. Mishi njeriu vjetër vdiq. Njeriu natyror, mos themi njeriu të shpëtuar. Mishi njeriu të shpëtuar vdiq. Llogaritë atë trupin të vdekur dhe paraqitet trupin të gjallë përpara Perëndisë, shërbej Perëndisë me gjymtyrët e tua. Ky është parimi i qelës. Nëse kupton këtë, atë kupton shumë gjëra. Po gjëja e parë pas këtyre është dil nga foshnjëria. Nëse jam në mish, jam foshnjë. Atë nuk ha dot mish. Nuk flet dot si njëri pjekur. Ne mund të ulem me njëri intelektual përpara, nëse je vërtet i pjekur, kupton që ai është në mish. Nuk flet dot si me një njëri të pjekur, nuk e bën dot. Ai ka nevojë të japësh qumësht. Atë gjëja e parë për një foshnjë, çfarë duhet të bëj? Të ushqet me qumësht. Edhe kush është qumshti për një njëri që të hajë nga ana frymërore? Është Bibla. Në qoftë se jeni në mish, hapi parë është lexoni Biblën për ditë. Nuk rriteni dot pa qumshin e Biblës. Dhe sulmi që djali do të bëj vazhdimisht të mbaj juve foshnjë është mos lexoni Biblën. Sepse Bibla thot 1 Pjetër 2:1-2 Heqni tepra, largoje ligësinë, mashtrim, hipokrizi, çdo shpifje, tërë ato gjëra të mishit. Po si ti heq këto? Po si foshnja të sapolindura. Në mënyrë të mbi natyrshme kur ju lexoni Biblën, Perëndia do t'ju ushqejë edhe do t'ju rrisë. Thot të dëshironi fort qumshin e pastër të fjalës të rriteni me anë të tij. Me pak fjalë, nuk ka ndonjë dozë me shkop magjik që menjëherë do bësh frymëror. Është një proces i përditshëm ditë pas dite bazuar me vendimin e leximit të Biblës me baza ditore. Domethënë, zgjidh të mos jesh foshnjë. Ose qëndro aty, mish do jesh. Po je rrugës për në parajs, po je biri mbretit të mbretërve, por do të prodhosh tërë ato gjëra që prodhon mishi. Që të rriteni, do të analizuar çfarë ushqehemi. Rrjetet sociale janë një gangren në një farë mënyre të krishterët nuk po flas për mëkatin, që merre shikoj me mëkat, nuk po merre me atë lloj. Harxhoj me orë të tëra. Edhe ushqejnë shpirtin e tyre, në vend që të kalojnë kohë me gjërat e përjetshme. Me orë të tëra, me orë, po të analizoni pak se sa orë kaloni. Duhet të merrni vendime të matura. Muzika ka efekt në shpirtin tonë. Nëse ne dëgjojmë muzikën e botës, duhet të ndalojmë me këto, të dëgjojmë atë që duhet dëgjuar. Për të lavdëruar Perëndin, për të adhuruar Zotin. Dëgjoni gjëra frymërore, fjalë frymërore, mësime frymërore. Shoqëria. Nëse kalojmë kohë të gjatë me shoqërinë e pashpëtuar, do të ketë efekt tek ne. Po unë kam darë njerë unë gjillin, po pasaj, gjithë vetin, vetëm kaloj gjëra, unë nuk ndikoj do të më tek ata ndikojnë tek unë. Ata janë poshtë dhe unë jam lartë, unë mundojmë t'i ngrë, ata nuk ngrihen, edhe çfarë, ata më rrëzojnë sepse është më e lehtë të rrëzosh atë që është sipër se sa të ngrësh atë që është poshtë. Mos u gënjeni shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Prandaj duhet jemi kujdesshëm për kohën, të kujdesshëm me çfarë dëgjojmë, të kujdesshëm çfarë shikojmë, edhe të vendosim mbi baza ditore të ushqehen. Ju doni ndonjë gjë të re, nuk ka ndonjë gjë të re në Bibël. Po lum njeriu që i beson Biblës. Mbështetu te Zoti hap pas hapi, ditë pas dite. Kalo kohë të vazhdueshme në fjalën e Perëndisë për një kohë të gjatë dhe do të shohësh fryte të sigurta. Po si foshnja të sapolindura, ushqehuni me qumshin e fjalës që të rriteni. Korintasit ishin mishtor, ishin foshnjë. Hapi parë është ushqehu. Dhe vazhdojmë, hapi dytë është ka për rëndësinë. Domethënë, nuk është thjesht, okay, unë jam në mish dhe është shumë e rrezikshme gjendja në mish. Është shumë e rrezikshme. Shikoni çfarë thot Bibla te Romakët 8. Sepse po të rrojmë sipas mishit e çojmë mendjen
në gjërat e mishit. Të më thënë, gjatë ditës, ju kur nuk mund të mendoni dot për gjërat të përjetshme. Mendja është për gjërat mishtore. Prandaj kemi nevojë të rritemi. Por në qoftë se jemi në frymë, çojmë mendjen në gjërat frymërore. Sepse ashtu si mendon njeriu, ashtu është. Doni ta dini si është, jo ashtu siç ekspozon vete, por siç mendon. Mendja kontrolluar nga mishi prodhon vdekje. Domethënë, a doni që të prodhohet vdekje në jetën tuaj? Sepse mishi do ju çojë diku. Po mendja prodhuar nga fryma, e kontrolluar nga fryma prodhon jetë dhe paqe. Prandaj njerëzit në mish janë pa lumtur. Janë të stresuar. Edhe mundohen me psikologji të qetësojnë veten e tyre, por paqe të madhe kanë ata që duan ligjin tënd. Nuk ka asgjë që t'i ofendoj ata. Nuk ka asgjë që t'i rrëzoj ata. Prandaj, mendja kontrolluar nga mishi ka fokusuar tek vetja, sepse mishi vendos, mbani mend këtë. Njeriu i mishit ka vendosur veten në front. Planifikon tek vetja, jeton për veten, bën agjentën e vetes. Nuk është perëndia brenda aty. Apo mendoj për gjërat të përjetshme apo gjërat të përkohshme. Shumë e thjeshtë, pa komplekse. Vargu 7-8, në fakt, mendja kontrolluar nga mishi është armiqësi kundër Perëndis. Domethënë, më duket se ku po vendos veten kundër Zotit, kështu thotë. Atë Zoti është kundër meje, ndërkohë që eci në mish. Sepse nuk i nënshtrohet ligjit të Perëndis as mundet. Kur unë jam në mish, e di çfarë dhe sikur kam motrën, vllain që më thotë, dëgjoj, kjo që është e gabuar, unë të shoh ty si armik. Unë shoh dhe Perëndin kundër, sepse mishi im më shtyn mua në gjërat mishtore. Po fryma më shtyn në gjërat e Perëndis. Është një luftë të krishterët mes. Atë fillohet duke u shyer, po kupton rëndësinë e mishit. Prandaj ata që janë në mish nuk mund t'i pëlqejnë Perëndis. E dini, një njeri nuk i pëlqen Perëndis ku nuk beson apo jo. Por këtu thotë që edhe njëri që është në mish nuk i pëlqen Perëndis. Nuk mund, është e pamundur. Edhe vazhdon thotë, nëse fryma e Perëndis banon në ju, lavdi Zotit qoftë jeni të shpëtuar, ju nuk jeni më në mish, por në frymë. Por nëse dikush nuk ka frymën e Krishtit, domethënë është pa shpëtuar, nuk i përket atij. Nëse Krishti është në ju, trupi patjetër është i vdekur. Pse? Sepse ju vdiqët, u varrot dhe u ringjallët me Krishtin. Për shkak të mëkatit, po fryma është jetë për shkak të drejtësisë. Dhe nëse fryma e atij që ringjalli Krishti për të vdekurit banon në ju, pra jeni të rilindur, ai që ringjalli Krishti për të vdekurit do t'u jap jetë edhe juve, do ju mësoj të ecni në frymë. Trupave tuaj vdekatare me anë të frymës së tij që banon në ju. Domethënë mos u shqetësoni, lëreni Jezusin ta bëj punën e tij. Tani kujt i jeni borxhri? Kujt i jeni borxhri? Jeni Perëndis borxh sepse ai vdiq për ju. Po jo mishit. Mishi ju lidhi edhe ju çoi në vdekje dhe çonte në ndarje nga Perëndia në zjarr të përjetshëm për sa kohë që ishin në njeriu natyror. Po edhe gjithashtu kur ecin në mish ju çon në vdekje. Edhe Bibla thotë tek Romakët 8:12, prandaj vëllezër nuk kemi debitor, ne jemi debitor jo të mishit. Nuk e kemi borxh mishit. Mishi na ka lidhur me mëkatin, na lidhte me mëkatin, nuk kam asnjë borxh aty. Ai ishte sklavë, pronari im. Më rrifte çdo ditë shpirti tim më saktë. Unë kam borxh mishit. Po Zotit që më shpëtoi nga mishi. E kam borxh. Ai vdesh për mua. E dini një ditë do ta lëm trupin ton, edhe është mishi. Po trupi ynë është banesa. Po shpirti, ai që jemi ne është shpirti brenda nesh. Prandaj do të heqim dorë nga lakmit e mishit që luftojnë kundër shpirtit, thot Pietri. Është serioze kjo gjë. Edhe së fundi, ta mbyllim. Pyete Perëndin. A do vërtet që të dalësh nga kjo situatë? Pyete Zotin në lutje. Edhe gjëja e parë, Psalmi 139 thotë, më heto Perëndi, dhe njihe zemrën time. Më provo dhe njih mendimet e mia. Unë nuk gjykoj njëri. E kam të qartë mendjen time. Sa po thash atë që thash, por se cili nga ne mund të gjykoj veten e vet. Më shiko nëse ka tek unë ndonjë rrugë të keqe dhe më udhëhiq në për rrugën e përjetshme. Domethënë në lutje thuaj Zot, o Zot. Unë jam fëmia yt. Edhe jam biri yt. Edhe jam rrugës për në parajs. Po e kuptoj që mishi është i keq edhe të jetoj në mish jam në armiqësi me ty. Më heto Zot. A ka ndonjë gjë që ti zbulon tek unë që ti do
që ta heq atë, apo diçka që nuk shkon, që prish miqësinë time me ty, Zoti do të tregoj. Kjo është gjëja e parë. Në lutje, thoj Perëndis të hetoj. Gjëja e dytë është, lutu për arsyeën e jetës. Bibla thot tek Vepra 8:26-27 dhe fryma i tha Filipit afro dhe arri atë karrocë. Filipi u tur afër dhe duke dëgjuar se po lexonte profetin Isaia i tha, a kupton atë që lexon? Okej, e para është nga Psalmi 139, unë lutem, o Zot, o Perëndi, jam fëmia yt, edhe unë dua të ec në frymë. Ka të gjë që më pengon marrëdhënien më heto. Gjëja e dytë është, Zot, unë kuptoj pse jam këtu. Unë nuk u rrëmbeva në ditën kur u shpëtova, sepse u lash këtu që çfarë të dëshmoj edhe të tjerë siç ata më dëshmuan mua. Perëndia im, kush është ai që ti do që të ndaj ungjillin? Zot, më drejto, Perëndi. Më hap një derë, Zot. Edhe unë jam këtu të të shërbej ty. Ti fillon të përdorësh gjymtyrët për Zotin tani. Jo vetëm thjesht, o Zot më heto edhe më bëj që të heq njeriu e vjetër. Po, por do të vesh njeriu e ri në frymë të çon drejt kujt? Fitimit të shpirtrave. Arsyeën e jetës. Gjëja e tretë është, gjithë secili le të vënë në shërbim të tjetrit udhëtin që ka marrë. Atëherë jam në një trup, o Perëndi, kë do të takoj unë sot? Cilin do që të takoj? Unë kam nevojë të ndërtohem, po edhe gjithashtu ti të më përdorësh për të ndërtuar të tjerët. Tek cilat do të më shkoj? Kë do të takoj? Me kë do të shoqërohem sot nga kisha? Sepse Perëndia thot ne ndërtojmë njëri tjetrin. Është pyetje e tretë, dhe jam i bindur Zoti do i përdor. Dhe pyetja e fundit e katërta është lutë për qëllimin e jetës. Zot, si mund t'i jap lavdi sot? Çfarë do të bëj unë? Çfarë do ti që unë të bëj që të them një fjalë, të bëj një vepër, të jetoj një gjë që do të sjell ty nder dhe lavdi? Sepse ti e i denjë të marrësh nderi lavdin, për këtë u krijoi. Atë si mund të eci në frymë? Romakët 6, 7 dhe 8 na shpjegon këtë. Duke kuptuar një fakt, njeriu vjetër vdiq, duke mbajtur llogari, siç është, jam i vdekur ndaj mëkatit, por gjithashtu duke marrë gjymtyrët i përdor Perëndis. Atëherë, të flak poshnjërin, do të zgjedh të lexoj me Biblën. Dëgjoj, mos mendoni, edhe ju lutem sinqerisht, nuk është çështja që ju duhet të lexoni Biblën, një njeri në mish mund të lexojë Biblën. Por ju keni nevojë të rriteni, lexojeni Biblën si gjëja më e mahnitshme që Perëndia ju ka dhënë, ushqimin tuaj frymëror të rriteni. Po e vetëm që të lexoni Biblën, por edhe gjithashtu duhet edhe të përgjigjeni, të dini ligësinë e mishit. Në mish është problem. Unë do të sjell përçarje, unë do të kem smir, unë do të jem pa paqe. Unë nuk do të punoj për unitetin. Unë do të kërkoj vetë vlerësimin. Edhe ky është kurthi i djallit. Por gjithashtu do të bëj pyetjet që të dalë. E vetëm Zoti mund më nxjerr. Unë nuk ju nxjerr dot. As ju nuk më nxjerrni dot. Por Zoti mund më nxjerr, nëse jam i sinqert. Zot, unë e kuptoj situatën e mishit, edhe unë jam poshtje, ose kam rënë. Jo, mund të jetë e përkohshme, por të ngrihu. Edhe Zot më heto. A ka diçka? Zoti im, unë kam një arsye pse jam lënë. Me cilin do të ndaj ungjillin? Me cilin? Unë jam këtu në një familje, edhe unë ndërtoj, edhe ata më ndërtojnë mua, jo unë ndërtoj, unë kam nevojë për ndërtim, unë do të jem me shtëpisë tënde. Me cilin do të takoj sot? Edhe tjetra e fundit është, si më të jap ty lavdi dhe nder? Me çfarë fjalësh? Me çfarë veprash? Do të lavdëroj ty sepse jam dritë. Le të ulim koka. Le ta ekzaminojmë veten tonë. A jam një njeri natyror? Nëse je një njeri i pashpëtuar, Zoti ka një plan për ty. Jezusi vdiq për ty, edhe ai të do. Edhe ai pastroi mëkatin tënd me sakrificën e Jezusit në kryq. Beso në Jezu Krishtin do shpëtohesh. Nëse je duke ecur me Zotin në frymë, lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Ti ke një dëshirë për të kënaqur Perëndin. Ke një dëshirë për të kaluar kohë me fjalën e Perëndis. Ke një dëshirë për të kaluar kohë me njerëzit e Perëndis. Ke një dëshirë për të ardhur në shtëpinë e Perëndis, për të lavdëruar ata, për të dëgjuar zërin e tij. Lavdi Zotit për këtë. E gjithashtu ti je një njeri që punon për unitetin e trupit.
Je një njeri që ngrë lart ata që kanë rënë. Je një njeri që lartëson trupin dhe jo individet. Por nëse je në mish, e kuptoj, është pjesë e jetës sonë mbi tokë, por nuk duhet të qëndrojmë aty. Perëndia dëshiron që të dalim nga natyra, sepse ai vdiq për ne, e gozhdoi natyrën e vjetër. Edhe duhet të përgjigjemi përpara Perëndis, ta konsiderojmë mishin tonë të vdekur ashtu siç është. Edhe si poshnja të mund të kthehemi te fjala. Edhe unë ju inkurajoj, ekzaminoni veten tuaj. Lutuni Perëndis ju ekzaminoj. Qofse nuk shihni ndonjë gjë, Zoti do ju zbuloj. Edhe hidhni hapat që të kaloni kohë me Perëndin me baza ditore. Edhe kuptoni, mishi shumë i keq. Është në armiqësi me Zotin, edhe sjell vdekje, edhe mendja kontrolluar nga mishi nuk sjell paqe. Por Zoti dëshiron që t'ju ngrë, e t'ju përtëri, edhe t'ju bëj të eci në frymë. Lejojeni Perëndin, lutuni Perëndis me cilin do të ndani ungjillin, lutuni Perëndis për një derë të hapur, lutuni Perëndis me cilin do të kaloni kohë gjatë javës. Shikojeni me çfarë ushqeheni, ndalojeni ato gjëra, qofshin këto rrjete sociale, qofshin muzika, qofshin shoqëria, ndalojeni nëse ato po sjellin një problem në jetën tuaj. Edhe ktheuni tek gjërat e përjetshme. Edhe së fundi jetoni me qëllim. Edhe fort pa kohë, dhe ai që do të vijë dhe nuk do të vonojë.